E para nuk besoj që ka në një grup sekret, aq më pak të jetë sekret për Sali Berishën. Nuk ka sekret në PD që Berisha nuk e di. Sekret për popullin, për popull. Le t'i ofrojmë publiku disa emra. Nuk kam asnjë referencë që të ketë njerëz që duan të vrasin Sali Berishën. Po ka njerëz ambicioz që duan të jenë gati, të jenë sa më afër tij nëse Zoti punon për ta. Zoti mund punoj në formë drastike, Zoti mund punoj për ndriçuar Sali Berishën, të thotë erdhi koha që unë të iki. Pra rina për ti, sepse ai do të japi bekimin. Si rina, patjetër. Kush lufton, të gjithë luftojnë për bekimin e doktorit. Patjetër. Dy janë mënyra. Pufin dorë, nuk e ka fshën dorën, këtë do të thuash. Nuk ka armiqësor ndaj Berishës. Ka njerëz që janë aty për treguar devotshmërinë maksimale që Berisha ti përzgjedh. Kaq është e gjitha. Ata mund të hanë njëri tjetrin nëse Berisha i larg qoftë në rronjet. Po sa ishte gjallë, atëherë aty presin bekimin e tij. Dy janë mënyrat. Teoloni që është ende në PD aktive di shumë mirë që mënyra e parë është kush është nënkryetar partie, kush është sekretari i përgjithshëm, kush është kryetari i komitetit drejtues të partisë. Ne do të shohim ndoshta pak më vonë në tetor do të shohim ndryshime në PD, do të bëjnë ndryshime, por do të marrim shpejt në shtator, do të thotë Sula ka drejt kur thotë që në shtator bëhet gati, sepse ka një luftë në PD për të prerë kokën e Gazmendbardhit. Ka disa njerëz që nuk duan që ai të jetë kryetari i grupit parlamentar shtator, është një gjë që Berisha tregon shpejt që preferon. Ka një grup tjetër që nuk duan të shikojnë Ojert Bylukbashin në disa poste, ka një grup tjetër që duan të shikojnë një nënkryetar kuvendi që është i PD-s. Janë 3 komisione në parlament që drejtohen nga PD-ja. Kë do të zgjedh Berisha për të vënë aty tregon shumë se kë preferon ai, ka isha ai më besnik. Kështu që Zoti Sula me siguri ju drejtohet këtyre elementeve për të parë nëse Belind Kılliçi bëhet kryetar grupi parlamentar apo Luciano Boçi bëhet kryetar grupi parlamentar. Kur flas për këto ambicie, tregoj edhe njëkohësisht dëshirën e tyre për të eliminuar Gazmendbardhin. Ka një grup që nuk fshihet fare në PD, që nuk dëshiron të shoh progres në ndonjë tabaku, dhe dëshirojnë ta masakrojnë në gjitha format. Pra kjo është lufta për cilën Zoti Sula flet në shtator. Lufta për të kapur postet në parlament që janë të besuarit e Berishës për në luftë reale, unë e mora dashin si ekstrakt me që e jep shumë mirë për të, pra është reale, nuk është analizë pa bazë. Është betejë për poste së pari në parlament, që tregojnë këtë gjithë Berisha. Në diktatin e doktorit. Në asnjë rast nuk ekziston sot një grup i cili është i gatshëm ta vrasë Berishën.